tashmë si që thash në këtë intervistë me avokatin Aranit Roshi, një çuditës që quajta pak më parë, diella hedh në gjyq diellën. Çdo me thënë, shumë veta nuk do ta kuptojnë, të lutem ma nxirr pak diellën ministrën virtuale të qeverisë Rama që pati gjitha të zhurmë. Në fakt imazhi i saj është artistja Anila Bisha, e cila kërkon tashmë, ka hedhur në gjyq strukturën e Akshit, duke i kërkuar, do ta sqarojmë pak më saktë, po faktin e shpërdorimit të imazhit saj që nuk ka qenë i kontraktuar më parë. Avokat, mirë mbrëma, mirë se ke ardhur. Mirë mbrëma. Tani, dua ta kuptoj. Aktori Anila Bisha ka bërë një kontratë me Akshin për çfarë dhe kur? Atëherë, aktori Anila Bisha në 3 dhjetor të 2024-s ka bërë një kontratë me shoqërinë Apel, e cila duhet të jetë e kontraktuar për llogarit Akshit, me qëllim që të marrë disa dëna personale të saj dhe të përpunojë këto dëna personale që të krijojë në përfundim atë që quhet asistenti virtual i Albanias. Roli i asistentit virtual i Albanias ishte i përcaktuar në kontratë? Ishte i përcaktuar në kontratë, në qëllimin e kontratës, dhe lidhet me dhënien e ndihmës të gjithë aplikantëve apo personave që përdorin aplikacionin e Albanias në mënyrë që t'i orientojë ata për të aksesuar menun që ka ky aplikacion. Pra, ka pasur një natyrë shumë teknike, shumë konkrete dhe shumë specifike përdorimi i imazhit, orientimi i aplikuesve për të aksesuar dhe për të përdorur lehtësisht për të lehtësuar përdorimin i Albanias. Shumë më vonë, në 12 shtator të 2025-s, kur është bërë... Gati 9 muaj më mbrapa. 9 muaj më mbrapa, po, kur është bërë edhe, le të themi, publikimi i përbërjes së qeverisë së re, jemi njohur për herë të parë, pra Anila Bisha është njohur për herë të parë me faktin që imazhi i saj është përdorur tashmë për krijimin e ministres virtuale, pra ministres së shtetit për inteligjencën artificiale. Ndërkohë që, siç mund të konstatohet dhe nga përmbajtja e kontratës, nuk ka dhënë asnjëherë miratimin dhe as ka pasur ndonjëherë ndonjë dieni që imazhi i saj do të përdoret për këtë qëllim. Pra ju po më thoni që artistja, aktoria, ka pasur një kontratë vetëm për Akshin, pra për i Albanian, por jo për të qenë imazh i qeveritar. Pikërisht, pra nuk ka pasur asnjëherë asnjë informacion, asnjë njohuri, nuk është kërkuar asnjëherë miratimi në kundërshtim me sa parashikon ligji. Pra ajo e ka kuptuar vetëm në momentin që është bërë publike dhe ka dalë imazhi? Vetëm në momentin kur është përballur me faktin. Pra kur është nëpërmjet televizorit ka parë që imazhi i saj është në fakt pra zëri ministria virtuale, zëri dhe imazhi i saj është ministria virtuale e qeverisë Rama. Po. Tani, çështja është që në bazë të cilit ligj ajo duhet kërkojë miratimin e saj? Në bazë të ligjit për mbrojtjen e dhënave personale, Akshi është ai që quhet kontrolluesi, pra ligji e njeh me emërtimin e kontrolluesit, dhe ligji parashikon që kontrolluesi është ai që përcakton qëllimin e përdorimit të dhënave personale. Pra, qëllimi i përdorimit të dhënës personale, imazhit dhe zërit, duke i atribuar imazhit dhe zërit krijimin e avatarit të ministres, duhet ta bënte Akshi, i cili për të bërë këtë gjë duhet që të merrte paraprakisht pëlqimin me shkrim nëpërmjet një marrëveshje që duhet ishte e qartë, e kuptueshme, ku të bëheshin të ditur dhe transparente të gjitha pasojat që do të vinin nga kjo marrëveshje. Këtë e parashikon ligji 124/2024. Kontestimi i klientes tuaj, pra i aktores në rastin konkret, është sepse nuk do që imazhi i saj të asociohet me një ministre virtuale, me një qeveri, me informacion politik, apo është financiar? Pra kërkon dëmshpërblim financiar. Cila nga dyja është thelbi? Atëherë, është një kërkim, le të themi, kompleks. Po. Për 2 arsye. E para një pretendojmë se si rrjedhoi e mos respektimit të drejtës. Po. Për të pyetur, për të marrë miratimin, për dera aprovimin, të dhënat personale të saj që përbëjnë hyn ke kategoria e të drejtave të njeriut, janë cënuar, janë shkelur, dhe pikërisht përdorimi i pa miratuar i saj, i këtyre dhënave personale, ka sjell një, le të themi, ekspozim në rrjet, duke bërë atë pjesë të memeve, e ka atashuar atë me qëndrime politike, të cilat që nuk përbëjnë dhe që nuk përbëjnë bindjet e saj, ose që s'do t'jetë asociuar. Patjetër, dhe për këtë arsye këto kanë sjell në fakt një dëm
në integritetin e saj, një dëm moral, i cili ka një vlerë dhe ka një kost. Pra mendoni që memet të futura që cilat e kanë pasur me diellën si koncept, jo me aktoren, janë asociuar me fytyrën e aktores? Patjetër, sepse sot, kur flasim për ministrën virtuale, kur flasim për atë që u proklamua si një entitet që do të luftonte korrupsionin në vend, gjithçka ata shohet me imazhin, me zërin dhe me imazhin e kërkuesit. Dhe çfarë kërkoni ju nga gjykata? Ne kërkesa e bërë që është depozituar sot nuk është një kërkesë padi, është një kërkesë për marrjen e masës së sigurimit të padisë, që do të thotë është një, le të themi, akt procedural që krijon një gjendje preventive të pandryshueshme që në qoftë se gjykata do ta pranojë, do të urdhërojë palët e treta, ku është pjesë edhe akshi, që mos të përdor nga ky moment imazhin e diellës. Pra që do thotë, në qoftë se merret një masë preventive, po themi, e përkohshme deri në gjykimin e çështjes, Shqipëria nuk do ketë më këtë ministre virtuale, do të ndrojë fytyrën. Duhet që mos të përdoret më imazhi i saj, as të përpunohet, pra të krijohen, le të themi, deklarata publike të reja, siç ishte ajo për shembull që dolin në parlament dhe mbajtin kuvend dhe mbajtin një deklarata, apo në forumin e Berlinit ku mbajtin një qëndrim, apo le të themi projekti që do bëjt 83 Dhe pastaj për te i kësaj çfarë do kërkoni? Dëmshpërblim financiar apo bllokimin e imazhit përfundimtar? Atëherë, edhe një herë, ne do kërkojmë një dëmshpërblim financiar për dëmin e ardhur, dhe në qoftë se do të ketë një akord për të bërë një marrëveshje për tu, le të themi, rregulluar dhe akomoduar të gjitha nëpërmjet një akti ligjor të gjitha kapacitetet e përdorimit të imazhit, pse jo dhe mund të pranojmë një marrëveshje për ta shtyrë më tutje. Për ta rregulluar dhe për ta. Pra nuk është vetëm ideja që të mos asociohet me imazhin e një ministre të qeverisë, po është kryesisht financiare, me sa po kuptoj. Patjetër që financiare është, por edhe ideja, sepse nëse do kemi një akt ligjor që do bëj rregullimin e të gjitha kritereve dhe kufizimeve të përdorimit të imazhit, ai do ta mbronte diellën, domethënë le të themi Anilën, aktoren, nga përdorimi, keq përdorimi i imazhit. Pra, një akt formal, një kontrat ku parashikohet se deri ku mund të arrijë përdorimi i imazhit. Kjo duhet ishte bërë që në kryet herës. Nuk do bëj deklarata politike, nuk do ketë fyer ndaj tjerëve. Kto pastaj do formalizohen në një akt, patjetër që po. Po. Dhe ju mendoni që duke u marrë vetëm me kontratën e mparshme që lidhe me Albanian është bërë një shkelje drejtave personale të saj, të dhënave personale. Kjo kontratë ka një objekt të mirë përcaktuar dhe ligji parashikon që nuk mund të ketë një marrëveshje që të i kalon në objektin e përpunimit të dhënave. Pra përpunimi i dhënave bëhet brenda qëllimit për cilën është lidhur kjo kontrata. Pra nuk e keni çuar padin në gjykat? Kemi depozituar kërkesë procedurale për sigurimin e masës padisë. Këtu jemi. Sa kohë duhet vendoset për këtë? 5 ditë brenda 5 ditë gjykata duhet shprehet lidhje me bazueshmërinë e saj. Ne kemi depozituar kontratën që bën dukshëm. Që i bjen, nëse gjykata merr këtë vendim, ne s'do kemi më këtë diell që kemi, deri në gjetjen e një kontrate përfundimtare me. Nëse gjykata vendos pezullimin, sepse vendimi i gjykatës mund të jetë edhe pezullimi nga ky moment i përdorimit, pra të gjitha aktet dhe të gjitha ato që janë bërë janë, sepse gjykata nuk mund të shprehet për fshirjen e tyre, pasi do prezumonte, do paragjykonte përfundimin e çështjes, procesin, por nga sot e tutje, po them. Po, nga sot e tutje. O do kërkohet një imazh i ri, o ata do vinë të kontaktojnë me ju. Ky është thelbi i gjës, nëse e kuptova. Patjetër. Pra, për ta kuptuar në një farë mënyrë, thash, diella ka hedhur në gjyq diellën, po diella është aktoria e njohur Enila Bisha, e cila i kërkon i Albanes, pra akshit, për që të ndryshoj kontratën. Nga me i Albanen bëhet një kontratë me gjën. Këtë rast me kë bëhet me shtetin? Jo. Po me Albania, po është një kontratë e re sepse ka një objekt të ri. Kjo kontrata e ka humbur efektet e veta. Pra ka një shërbim të dytë në raport me shërbimin. Pra është përdorur për një shërbim që nuk ka dhënë asnjëherë dakordsinë. Po. Atëherë avokat, falenderoj. Kish avokatin Aranit Roshi, pra e paka shumë e kuptuam, me një vendim gjykate do të kemi o një diell të re ose mund të vazhdoj. Po nëse gjykata, më falni edhe një herë, për nëse gjykata vendos që mos vendos, pra mos ketë masë sigurie të përkohshme? Atëherë do depozitojmë një kërkesë padi ku do vazhdojmë gjykimin deri në themel të çështjes. Që do lidhet me shfuqizimin, është edhe një parashikim i ligjit, është e drejta për t'u harruar. E drejta për t'u harruar mbas ligjit është e drejta që në rast se do të fitojmë çështjen të kërkojmë fshirjen e të gjitha publikimeve që janë bërë në. Që i hap një avaz shumë të madh qeverisë.
Duhet të shenë gjitha gjëra. Duhet po ishte pas një kontratë, ishte rregulluar gjëra, pra është një projekt shumë i madh, shumë ambicioz, që është marrë më shumë me... A mund të sa është paguar aktoria për këtë... Për kontratën e parë, një pagesë shumë minimaliste. Kë quan minimaliste? Shumë minimaliste. Shumë minimaliste. Atere, falenderoj avokatin, thash, shpejt do kemi një vendim nëse do vjoj ende dherë në gjykim çështjes së njëjta diell apo do kemi një diell 3. Natë e mirë dhe mirupafshim.